Shëndetje të nderuar miq, ritakohemi prapë së bashku në episodin e radhës të podcastit ton Në mes jush. Sot kam të ftuar dy kandidat nga qarku i Vlorës, specifikisht në zonën e Sarandës. Eriselda Zejnati, por që gjithë e njohin ose shumica e njohin, siç më tha, me mbiemrin Ruçi, besoj se do na shpjegosh pse, dhe Dimitër Boli. Mirë se keni ardhur në këtë podcast. Faleminderit. Atëherë Eriselda, do e filloj me juve sepse duhet na sqaroni këtë çështjen e mbiemrit. Pse ju njohin si Ruçi, ndërkohë që ju kandidoni me mbiemrin Zejnati? Atëherë, siç edhe ju e thatë, unë jam Eriselda Zejnati, jam vajza e Ferdinandit dhe e Pranvera Ruçit. Është mbiemri juaj i vajzërisë. Mbiemri Ruçi është mbiemri i vajzërisë. Unë vi nga një qytet i bukur, siç është Delvina, dhe kam dashur të vazhdoj njohjet e mia, sepse unë jam lindur dhe rritur në atë qytet. Dhe kam dashur që të mbaj kontaktet me prejardhjen time. Dhe prandaj shumica e njerëzve më njohin me mbiemrin Ruçi. Ndërsa mbiemri Zejnati është mbiemri i bashkëshortit dhe kjo është Ju arsyeja. kuptoj. Dimitër, për Çfarë? mbiemrin tuaj besoj se ka ju e kandidoni me të njëjtin mbiemër Po, edhe që keni pasur gjithmonë. A mund të thoni diçka më shumë për veten, të prezantoheni, pra kush është Dimitri? së pari ju falenderoj për pranimin. Unë jam Dimitri Boli, me origjinë jam nga fshati Valhavi i Bashkisë Finiki, lindur në Sarandë, rritur në Athinë. Kam mbaruar fakultetin e fizioterapisë të Athinës, që nga 2013 ushtroj profesionin tim në Sarandë. Dimitër, më fal që ndërpres. Ti e di që ky podcast vazhdon gjatë dhe neve bëhemi shpesh me fillojnë na ngurtësohen këto Po, trupi, organizmi, besoj se ju e ofroni shërbime për patjetër. dhe meqense e keni bërë në një vend, në çfarë universiteti keni bërë? Të Athinës. Athinë. Ne kam vazhduar studimet në Liverpool, Universiteti Mjekësisë të Liverpool. Pra profesionin tim në klinikën time privat. Jam sot midis jush, dhe është kënaqësi për mua. Kënaqësia është e jona. Okej, duke u kthyer prapë tek Eriselda. Diçka më tepër, çfarë profesioni Patjetër. keni? Atëherë, siç e theksova edhe në krye të herës, unë vi nga një familje e thjeshtë dhe modeste. Babai tim ka qenë mekanik, ndërsa mamaja time ka punuar në pikën e grumbullimit dhe përpunimit të bimëve medicinale në Delvin. Kam 2 motra, nga të cilat kam kujtime dhe vlera të çmuara. Kam studiuar për mësuesi dhe nga gjulletërsi, pra kam ndjekur atë pasionin për arsimin dhe për fjalën e bukur. Ku i keni bërë këto studime? Studimet i kam ndjekur në qytetin e Gjirokastrës, në Universitetin e Qerem Çabej. Po. Okej. Rregull. Pra juve jeni kujdesur që jetën tuaj ta zhvilloni pak a shumë në atë rajon, si studimet, si Po, si studimet dhe krijimin e familjes. Po. Kam një çun, është 12 vjeç, ta keni me jetë. është motiv për mua. Momentalisht jetoj në qytetin e Sarandës. Saranda është shumë afër me Delvinën, sigurisht që i kam marrëdhënie shumë të ngushta me qytetin tim. Edhe pse pas studimeve un kam dashur shumë që ta ushtroj profesionin tim, mirëpo mungesa e mundësive dhe pengesat e kohës nuk ma dhan këtë mundësi. Por gjithsesi unë nuk u dorëzova, vazhdova të kërkoja të drejtën time derisa më dha mundësia të punoja në Bashkinë e Delvinës si shefe kabineti. Punova aty për 4 vjet, pastaj me dëshirën time u largova nga shërbimi i Pse? administratës publike. Pse Dhe kjo u- dëshirë se nuk para u lind njerëzve kjo lloj dëshire? Ishte momenti në fakt që ishte 2019. Po. Ishin ato momentet e vështira politike, parlamenti, forcat politike opozitare
dorëzuan mandatet, pra u krijua ajo Ikja kauza. mandateve, po. Po. Okej. Dhe zgjodha të mos isha pjesë e një subjekti që unë nuk e gjeja veten. E një subjekti politik që unë nuk e gjeja veten. Cili ishte ky subjekt? Subjekti politik i cili mori gjithë pushtetin ishte Partia Socialiste. Pra unë nuk e shifja veten në atë subjekt politik dhe për këtë arsye largova me dëshirën time nga ai institucion dhe u fokusova në 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 subjektin privat. Eksaktësisht në hoteleri turizëm, aty kam punuar domethënë. Kjo është pak a shumë e gjitha ajo çka unë kam kaluar me Dhe kjo është gjëja që bëni ende sot apo jo? ë Hoteleri turizmi apo jo? e kam ende si pjesë domethënë të punës time, por momentalisht punoj në një tjetër fushë. Jam ekonomiste në një subjekt privat. Okej. Mirë, po juve për jetën tuaj profesionale a mund të shtoni diçka tjetër apo? Unë ushtroj profesionin tim si fizioterapist në klinikën time privat. 5 ditë në javë ndodhem në Sarandë, 2 ditë në javë ushtroj profesionin tim, kaloj në kufinë e Janin. Jam i martuar, kam 3 fëmijë, vegjël, I keni me jetë juve? edhe angazhohem për herë të parë në politikë. Mirë, mi që vim në këtë moment për atë angazhimit tuaj politik. Po, Ju keni një jetë profesionale besoj të kënaqshme, ju të dy, si po. Eriselda dhe megjithatë, çfarë ka lindur brenda jush? Çfarë shtyse, çfarë motivi që të bëni këtë kalimin në jetën politike, sepse besoj e kuptoni nuk është më e njëjta gjë. U pastaj përballja është me njerëzit, në çdo kuptim, pra qoftë që kur u premtoni diçka apo i dëgjoni, fundja fare do duhet të kontaktoni me shumë më tepër njerëz se ç'keni kontaktuar në jetën profesionale deri më tani. Edhe pse mund të kenë qenë shumë ata, prapë se prapë kur hyn në politikë ju e kuptoni që rrethi i kontakteve ose numri i kontakteve zgjerohet mjaft. Dhe pastaj për ta menaxhuar gjithë këtë, sigurisht që kërkon kohë, kërkon energji. Pra, çfarë ju motivoi që të përballeni me këtë sfidë? Personalisht është besim në një shoqëri shqiptare punëtore, prodhuese. Jo nëpërmjet një politikë të shëndetshme, jo një politikë vetëm edhe multi horizont, jo vetëm në një politikë tregtare, por një politikë për masat e tjera. Nuk jam i sigurt kush e ka thënë, po kam lexuar para disa vite që me politikë duhet të merret ai që nuk varet nga politika, jo person që varet nga politika. Dhe jam i bindur që ka element akoma, element në Shqipëri që duhet të punojmë. Nuk duhet të jesh patjetër patronazhisht në një parti që të rish që të aktivizohesh në politikë. Politikët do njerëz të pavarur, që kanë udhëtuar, që kanë parë, jo njerëz që janë në një cikël të mbyllur, mendoj Mhm. si Dimitri. Jam shumë optimist. Jeni optimist Po, që po. për çfarë jeni optimist? Që do ndryshojnë gjërat. Që do Po, ndryshojnë do gjërat, që ndryshojnë, po. gjithmonë e më shumë njerëz, Po, si thua, të vetë mjaftueshëm apo që nuk e sigurojnë jetesën e tyre nga politika do i afrohen asaj? po. Në këtë kuptim e Po, po, jeni? po, po, po. Mjafton frymëzim e dëshirë. Mjafton. Ju kuptoj. Ëm Eriselda, por ju, në çfarë ju shtyu për pra t'u për angazhuar t'u në jetën angazhuar në politikë? politike. Atëherë misioni për t'u angazhuar në politikë është shpeshherë është personal, por dhe i ndryshëm, Në rastin sipas tuaj pra. njerëzve. Çfarë më shtyu mua të angazhohem në politikë? Unë i përkas një brezi që kemi kaluar të gjitha tranzicionet dhe zhvillimet historike të Shqipërisë. Pra, janë zhvillimet historike të vitit 1990, trazirat e vitit 1997, si dhe luhatja e kurbës së zhvillimit demokratik të Shqipërisë. Por jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të qytetit tim ande nga unë vi. Sepse
Unë aty kam parë që qyteti tim u rënua, u rënua moralisht, ekonomikisht, u shpopullua. Dhe jo vetëm qyteti tim, po si qyteti tim, të gjitha qytetet e tjera në Shqipëri. Një tjetër faktor që më motivoi për t'u angazhuar në jetën politike është mungesa e mundësive. Unë jam një nga ata që e di se ç'do të thotë ajo ndjesia kur gjen dyer të mbyllura. Ti troket dhe gjen gjithmonë dyer të mbyllura. Pra këto ishin disa nga motivet që mua më shtyvën. E keni fjalën troket në zyrat e shtetit edhe Ashtu siç dhe më nuk thash dhe hapin. në fillim, un kam studiuar për mësuesi, por nuk e kam ushtruar as edhe një herë profesionin tim për shkak të mungesës së dhënies së mundësisë. Mhm. Dhe ashtu si unë, ka patur shumë goca dhe çuna dhe vazhdojnë të ketë. Pra nuk ka as edhe një mundësi për brezat e rinj që të gjejnë vetveten në këtë shoqëri. Të ushtrojnë profesionet që ata kanë studiuar, kanë investuar ata, kanë investuar familja. Pra, jam ky brez që i kemi kaluar të gjitha në kuriz dhe është një nga arsyet që mua më ka motivuar të angazhohem në politikë. Okej, mirë. Megjithatë pyetja mbetet, pse te Partia Socialdemokrate? Domethënë çfarë lidhje keni patur ose keni tani me këtë parti përveç se jeni Përgjigjem unë e kandidat para? sigurisht. Si? Përgjigjem unë e para? Po nëse doni, patjetër. Do më lejosh Dimitër. Patjetër, patjetër. Atëherë, pse Partia Socialdemokrate? Do më lejosh ti përgjigja me pyetjes tënde? Nëse përgjigja jote me pyetje Atëherë, do jetë përgjigje dhe jo thjesht pyetje, jo, do ta patjetër. bëj dhe pyetjen, po do ta bëj dhe analizën. Okej. Çfarë na ka dhënë partitë e mëdha? Nuk na kanë dhënë absolutisht as edhe një gjë. Në 35 vite demokraci kemi dëgjuar vetëm premtime boshe. Kemi parë të njëjtat figura dhe kemi dëgjuar të njëjtat zëra. Premtojnë gjatë gjithë kohës rrugë, drita, ujë. Fal, po mua si popull më ofendon. Do të kërkojmë më shumë. Ne nuk kemi shkolla. Fëmijët shkojnë, të paktën në qytetin e Sarandës, fëmijët shkojnë në shkollë me 2 turne. Prindrit shpesh ndodhen përpara vështirësive sepse një prind duhet të qëndrojë në shtëpi sepse nuk arrin oraret për të marrë fëmijët, pra krijon probleme ekonomike në një familje. Ne nuk kemi shëndetësi. Do kemi aeroport m'duket në Sarandë apo jo? Si është projekti? Po, në fakt si projekt është vite që diskutohet, por realisht nuk ka asnjë gjë. Pra, politika shqiptare në 35 vite na ka bën vetëm premtime boshe dhe nuk thon realitetin, atë çka ne prekim, atë çka ne shohim përdit, vështirësitë që familjet shqiptare hasin. Për këto gjëra ata nuk flasin. Dhe pse zgjodha Partinë Socialdemokrate? Sepse Partia Socialdemokrate kishte një program i cili përputhej me kauzat e mia. Dhe Partia Socialdemokrate më dha mundësinë që zëri tim të dëgjohet. Kjo ishte arsyeja pse e zgjodha PSD-n. Pra programi dhe hapësira që krijoi, mundësia që krijoi për juve. Pra programi që përputhet totalisht me kauzat e mia, E qartë. si një vajzë, si një grua, si një nën, që e kam ndërtuar jetën time në qytet, në një qytet të vogël, ka shumë problematika, dhe si ai qytet i vogël, këto problematika janë në të gjithë Shqipërinë. Pra është koha që ne të kërkojmë më shumë dhe është koha që ne të kërkojmë përditshmërinë. Pra duam shërbimet e përditshme që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të familjes shqiptare. Okej. Dimitër, po juve. Kam Çfarë- dy përgjigje. Çfarë ju shtyu që Që të gjë. shkoni tek Po. kjo parti? Para, nuk të lejohet të kandidosh i pavarur në Shqipëri.
E dyta është që kërkova një parti që funksionon me serioziteti dhe aksiokraci. Thua aksiokraci në bazë të vlerave apo jo? Patjetër në bazë të vlerave, Okej. sepse e kam parë nga jashtë partitë e tjera që kanë njerëz që punojnë me zemër vitet e tëra dhe vjen një kandidat i ardhur me postë nga Tirana, nga diaspora, I që nuk imponohet mund bravo, të komunitetit Ju imponohet imponohet lokal aty. dhe nuk komunitetit, po. mund ai person të kuptoj edhe të futet në filosofi që ka vend. Si mund e kuptoj të vinë një kryetar i bashkisë i ardhur nga Tirana në Sarandë, në Finiq, në Konispol, në Delvin. Fakt, kjo është Me fal, zoti Grimendin. po. Zoti Tomdoshi nuk solli kandidat në Sarandë, në Delvin, as nga Dibra, as nga Mirdita, as nga Elbasan. Kërkoi kandidat vendas. Vendas. Diskutim. Kjo është filozofia e politikës së partisë tonë, fundja fare, pra që komuniteteve lokale të sillim njerëzit që i përfaqësojnë më mirë, që i njohin më mirë ato, realitetet e tyre konkrete, prandaj dhe sigurisht nuk bëjmë nga këto gafa do ishin, gafa politike, po t'i bënim. Ëm, në fakt ka një lloj paradoksi që për shembull ne kemi një sistem zgjedhor që është proporcional rajonal. Pra theksi është e fjala rajonal. E supozohet që është rajonal sepse rajonet duhet përfaqësohen. Pra ka nevojë për përfaqësim, por nga ana tjetër, edhe pse formalisht është kështu, kur partitë, sidomos partitë e mëdha sillen në një mënyrë të tillë që u çojnë, siç e thatë juve fare mirë, u çojnë njerëz, Të imponuar. u çojnë Korçarëve Dibran, u çojnë Shkodranëve Elbasanlinj, u çojnë ku diun tani Do më lejosh të bëj Sarandiotëve një u çojnë ndërhyrje të vogël se po marr indicje nuk ka sens. Po, nga kjo gjë. Pa dashur të prek bashkëudhëtarët të gjitha partive, sepse për ne janë bashkëudhëtar në këtë rrugëtim që kemi nisur, por kam një breng, domethënë. Dua të di, jam shumë kurioze. Të gjithë këta kandidatët që vinë nga kryeqyteti dhe na imponohen neve si komunitet për t'i zgjedhur. mhm. A kanë jetuar një ditë vetme në këto qytete? Fëmijët e tyre, përse nuk i sjellin të jetojnë, të shkollohen, të shohin ë se kush janë vërtet problemet? Fëmijët tanë lozin në rrugë. Fëmijët tanë nuk kanë një park që të lozin të lirshëm, por lozin në rrugë aty ku kalojnë makinat. Nuk ka ambiente për fëmijët. Nuk ka mundësi që fëmia tim të ndjeki një hobi. Sepse ti ofrojnë qytetet e vogla këto mundësi. Saranda vërtet ka turizmin. Vërtet turizmi vitet e fundit ka marrë një hovë shumë të madh, por Delvina nuk ka asnjë gjë. Delvina ka qenë kryeqendër. Në Delvin kanë qenë të gjitha institucionet. Kanë qenë në Delvin. Atëherë përse të mos ja kthejmë Delvinës këto institucione dhe Saranda të mbaj turizmin? Duke krijuar mundësinë që dhe ky qytet i vogël që ka vlera të mëdha historike të marrë jetë. Kur thoni institucionet për cilat për shembull e keni Atëherë, fjalën? institucione si gjykata, zyrat e punës, Mhm. zyra arsimore. Që të ishte për të gjithë rajonin aty? Po, ka qenë për gjithë rajonin, kanë qenë në qytetin e Delvinës. Okej. Dhe këto partitë e mëdha që sot e pompojnë me të madhe që punojnë kaq shumë dhe lodhen kaq shumë për zonat rurale, po këto parti i kanë dënuar këto vende me vdekje. Aty shkon dhe nuk ka më njerëz të rinj sepse kanë ikur të gjithë. Dhe është mos e normale të largohen sepse kërkojnë më të mirën për jetën e tyre, për familjet e tyre. Ka çuna të rinj që ende nuk krijojnë dot jetën, sepse nuk gjejnë, partneren apo goca që nuk gjejnë partnerin për të formuar familjet. Po Pra, shtëpia blen dot? shtëpi jo, nuk blen dot, Nuk blen dot. sepse duhet të punojnë 2-3 breza që të blesh një shtëpi. Pra kemi kaq shumë probleme sociale dhe kemi kaq shumë kauza ne si shoqëri, sa që ndonjëherë thua nga t'ja zësh nga t'ja lësh thot populli.
Dhe vinë dhe na flasin ende për drita, ujë, rrugë. Domethënë kjo është E kuptoj. Dimitër, po në këndvështrimin tuaj, cili pra në atë zonë ku juve kandidoni, cili është problemi që do e shikonit si më urgjenti për t'u trajtuar Ë, dhe që prek, po tek themi, ne një numër konsiderueshëm qytetarësh? ë, tek ne zhvillohet një fenomen patogjenik, një gangren, që është çështja e pronës. Prona. Institucionet e kadastres e hipotekës nuk funksionojnë, ose funksionojnë me një ritm të ngadalshme, shumë patogjenike. Kaluan 3 dekadë e gjysmë edhe nuk është zgjidhur akoma çështja e pronës. Ë, edhe nuk më bëhet qef kur shikoj investitorët që vinë nga emigracioni, nga jashtë shteti, nga Tirana, vinë investojnë në Sarandë, në Finiq, në Konispol, në Himar, dhe janë pajisur me dokumentacion dhe vendas nuk janë pajisur akoma. E sorollasin njerëz. Që të futesh në hipotekë duhet të kesh direkt lidhje me drejtor, duhet të kesh me lidhje me një deputet, me një ministër. Është të pamundur. Roja e kadastres para derës dhe nuk të lejohet hyrje. Po do shikoni edhe në rrjetet sociale gjithmonë ka problemet. Po do kalosh, hipoteka tek ne është rrugë në bulevard, po gjithmonë ka njerëz, zhurmë, sherrë, nuk është e zgjedhur. E duhet patjetër të zgjidhet. Çështja e pronës. Po. Në fakt po të shikojnë, ë, raportet që bën Bashkimi Evropian për Shqipërinë, raportet monitoruese që raportojnë pastaj për gjendjen e shumë korrupsionit në vendin tonë. Ne shohim të veçuar si fush kadastër. Si më thënë, aq problematik, aq aq i shtrirë është ky fenomen kadastër, saqë gjendet ky institucion i shtetit shqiptar edhe thuhet me emër aty. Pra korrupsionin kadastër. Imagjinoni pak njerëz që nga Brukseli i largët, nga Bashkimi Evropian, nga Kryeqendra e Bashkimit Evropian, fillojnë dhe identifikojnë në këtë vend të vogël tonin, po që ne e duam shumë, një institucion me emër, kadastrën. Pra kaq problematike duket se është gjendja e pronave dhe e pronarëve në Shqipëri. Dhe me sa po shem nuk do zgjidhet kur problemi i pronës së Sarandë hipotekës. ose Nuk ndoshta është një strategji e lënë për motive të thënë tjera zoti të Klementin ka. diçka për Bashkimin Evropian, për familjen evropian, për Evropa. Me vjen keq, por do shprehem realisht. Shqipëria që të futet në Evropë, se lexoj këto slogane 2,30 m në Evropë, 2,25 m thoshim ne përpara, është gati Shqipëria të futet në Evropë. Edhe unë e dua Shqipëria të futet në Evropë. E dua vetëm për emigrantët që torturojnë me lënë qëndrimi jashtë shtetit, rinovojnë dokumentat çdo 6 muaj, çdo 1 vit, çdo 3 vjet, edhe nuk e zgjidhin akoma. Si mund të shikojmë në Evropë? Në Evropë kemi shumë larg. Kemi shumë larg Evropa. Pa marr dokumentat të shtëpisë. Pa marr dokumentat të shtëpisë. Kemi njerëz autokton që nuk janë pajisur me dokumentat. 35 vite që nuk janë pajisur. Rumania, Bullgaria e kanë rregulluar këtë sistem brenda 2-3 vjet. Ne akoma. Si mund të futemi ne në Evropë? Si mund të futemi ne në Evropë kur kemi fshatrat që nuk kanë rrugë, kur kemi fshatrat që janë akoma me shtyllat e sistemit komunist të korrendit. Kemi vend Saranda nuk ka ujë, të shikosh Saranda, taracat e pallateve janë plot me depozitat, plot me depozitat. Në momentin që heqim depozitat, s'ka si pikë ujë, apo jo? Asnjë pikë Asnjë ujë. pikë. Që në moment që kemi burimet atë, të kemi syrin e kaltër, derdhet në det. Syri i kaltër që është një destinacion turistik. Dhe Bashkia e Finiqit nuk ka të ardhura nga syri, nga si mund të futemi ne në Evropë? Si mund të ulemi ne në tavolinë me një gjerman, me një francez? Si mund të ulemi ne? Përse të diskutojmë? E kuptoj. Megjithatë, kauza, një nga ato, ë, linja ose premtime ose slogane që ka për shembull Partia Socialiste sot, është pikërisht pasaporta europiane, apo jo? Këtë u ka premtuar shqiptarëve. Po, Ndërkohë që ju thoni kemi probleme bazike të ujit, të
shkollave, të shpopullimit, të 1000 problemeve që janë me shërbimet që duhet i ofrojë shteti dhe që janë të dobta ose të munguara fare, e që si kemi. Në fakt, ë, me që më ngacmoi edhe mua në këtë pikë. Shumë vite më herët, kujtoj nga vitet, pra në periudhën 2005-2009 që unë kam qenë kam punuar në administratën publike, saktësisht në ministrinë e 2004-2009 në Ministrinë e Integrimit Evropian që quhej atëherë. Sot nuk është më ministri, po është një lloj drejtorie në kuadër të Ministrisë së Jashtme me sa di unë. Por atëherë një nga detyrat që kisha ishte të bëja një parashikim se kur mund ta ndërsohej Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe parashikimi im ishte kështu me 2 skenare. Njëri skenar, skenari më pozitiv ishte 2021, pra parashikimi i atëhershëm, dhe skenari më i keq ishte 2027. Po të më pyesni sot, kam frikë se kam dështuar në të dyja parashikimet dhe edhe e keqja që kisha parashikuar paska qenë më pak e keqe se ajo që erdhi, sepse neve sot shohim që jemi prapë shumë larg, jo vetëm kuptimin formal të antarësimit, por në atë që ju thatë, të standardeve europiane të mirëqenies, të shërbimeve, funksionimit të ekonomisë, funksionimit të drejtësisë e kështu me radhë. Ky është problemi ku jemi sot, gjendja ku jemi sot, por ne jemi në politikë edhe kush hyn në politikë nuk mund të jetë pesimist, ë, në kuptim. Jo, jo, Sepse Patjetër, neve kemi hyrë sepse besojmë që mund të bëjmë një ndryshim, mund të bëjmë një gjë ndryshe. patjetër. Besojmë se nëse bëhemi të gjithë bashkë, Sigurisht. ja dalim për të ndryshuar disi të gjitha problemet e shoqërisë. Po. Atëherë, unë do ju flisja diçka ose do përpiqesha të merrja një mendim tuajin për Zotin Doshi. Thuaj se të gjithë ata që vinë këtu në këtë podcast i pyes për Zotin Doshi sepse lideri ynë ka një peshë specifike në parti, pavarësisht se ne kemi ekip, kemi program, i kemi të gjitha këto, por figura e Tomës është e rëndësishme simbolike për ne. Është simbolike në kuptimin që rreth tij dhe veprës tij bashkohemi të gjithë ne. Pra i prezantohemi njerëzve me figurën e Tomës dhe na hapin derën. Tani si e keni parë ju ose sa e njihni? A e njihni personalisht Tomën? Atëherë si e shoh unë Zotin Doshi? Zoti Tom Doshi është një figurë shumë e njohur politike, por dhe shumë kontrovers. Ai është një figurë që nëpërmjet veprimeve të tij ka qenë, pra veprimet e tij janë konkrete dhe shpesh qëndrimi i tij ka qenë në kundërshtim me sistemin. Dhe ai ka treguar që nuk i trembet as Këto elemente apo tipare të pjesës së karakterit të vet, mua më kanë tërhequr. Ka një lloj force si lider apo jo? Po, forcë së lider. Sepse duke qenë që ai ka patur momente që ka qenë kundër sistemit, ka treguar që ai mund të shprehë mendimin e vet. Nuk trembet sepse do të prishen disa pazare apo do të prishen disa marrëveshje apo disa ekuilibra politike që shpesh në populli nuk i kemi të qarta. Pra, ai Pra forca është një nga virtytet kryesore të një lideri. Ëm dhe një lider i dobët për shembull nga ana tjetër, si mund të i shkosh pas një lideri i dobët? Kështu që fakti që ne jemi që të gjithë në këtë parti, sigurisht jemi edhe për faktit që Toma është shfaqur si ai njeriu i fortë, i patundur në linjën e vet dhe që i patrembur. dhe i patrembur pa diskutim. Unë njihem personalisht me Zotin Tom Doshi, flasim pothuajse çdo ditë bashkë, ku shkoj në terren, në fshatra dhe shikoj probleme njerëz, e marr në telefon me njëherë dhe them këtu kem këtë problem. Kur e takova për herë të parë, vetëm e dëgjoja, nuk flisja. Herë të ditë thash e pranova vetë dhe kuptova që është njeri i fjalës. Këtu do ju them një fjalë, një thënie që ka thënë ungjilltari Joani. Thoshte greqisht, po do ta përkthej.
Në arhi είναι ο λόγος. Në fillim është fjala, thoshte. Ο λόγος είναι ο Θεός. Fjala është Zoti. Ο Θεός είναι λόγος. Zoti është fjala. Këtu do ta mbill me Zoti Tom Dosh që është njeriu i fjalës dhe i besës. Dhe mendoj që do kemi bashkëpunimi jon do jetë, si ta them, produktive, do jetë frutdhenes me Zotin Tom Dosh. Për këtë jam i bindur edhe unë dhe ne kemi një rrugë të gjatë përpara, që këtu duhet ta bëjmë të qartë për të gjithë që ne nuk jemi thjesht në këtë fushatë deri në 11 maj. Fushata jon është e përhershme. Ne Fushata jon hedhim është themelet. Si? Të paktën ne që përfaqësojmë qarkun e Vlorës, më shkryuar bindja që ne hedhim themelet e para. Absolutisht, pikërisht. Pra, edhe në rastet kur po themi nuk marrim mandat, po edhe kur marrim më pak mandate se sa shpresim, prap rruga jonë është e gjatë dhe hedhim pikërisht siç e thatë juve me drejt themelet për më tutje. Ne e dimë që pas 2 vitesh pastaj ka zgjedhje lokale, pas 4 ka të tjera zgjedhje parlamentare, kështu që një parti që është serioze si kjo, ka një plan afatgjatë. Ka një plan afatgjatë për të gjithë ata që kontribojnë, që afrohen dhe që duan të japin ndihmën e tyre në këtë rrugë që kemi nisur. Po, okay, ju keni marrë programin e partisë, besoj. Përmendët disa nga ato problemet kryesore që i keni prekur, ndoshta edhe keni orientuar fushatën tuaj në qarkun e Vlorës, Delvinë, në Sarandë, aty ku operoni më së shumti. Por a ka ndonjë pikë në program që e shikoni si më të ndjeshmen? Pra që njerëzit vërtet duhet informohen për të, duhet të dinë edhe se si është gjendja, pra tu thuhet, po edhe se çfarë synojmë ne të bëjmë, pra si parti për ta ndryshuar. Personalisht nuk premtojmë asnjë gjë kur takoj njerëz. Unë po bëj një fushatë shumë të pastër. Dhe takoj njerëz shtëpi me shtëpi, derë me derë, lokal me lokal, dyqan me dyqan, apartament me apartament. Nuk mund të premtoj. Çfarë mund të premtoj? Kam gjën në dorë, vetëm një gjë premtoj, që do gjendem në hall të çdo qytetar, të çdo fshatar të qarkut të Vlorës. Të tregojmë vetëm kur të marrim pushtet. Një problem që kam kuptuar është vinë deputetët, ose edhe zgjedhjet e bashkisë, edhe zgjedhjet e parlamentare, kur kemi zgjedhjet na vinë, na trokasin dera, na thonë ça hallet, bëjnë sikur shenojnë, plotësojnë, bëjnë takimet me ish oficerëve, me gazetarëve, bëjnë ikonike, bëjnë foto, slogan, flasin video. Por kur mbarojnë zgjedhjet, e harrojnë. Zhduken. As telefon, asnjë, zhduken. Unë këtu do qëndrojmë, që do gjendem në hall të çdo qytetar. Çfarë të premtoj, që do bëjmë aeroportet ne, do bëjmë tunelet, të mashtrojmë njerëz. Ato i bëjnë të tjerë. Nuk janë ngopur 50 vjet komunizëm, 35 vjet kapitalizëm, akoma me duket që Në fakt ky është premtimi më i madh, që do u gjendeni gjithmonë qytetarëve, do ngrini gjithmonë zërin për ta. Kam përshtypjen po bët këtë, do u mjaftoj të gjithëve. Kjo është gjëja kryesore. Po. Kush është fushata apo fusha ku ne jemi mbështetur për zhvillimin e kësaj fushate? Unë personalisht e kam menduar në këtë mënyrë, nuk do të heq asnjë presje asaj çka tha Dimitri, sepse është e vërtet që neve bëjmë një fushatë të thjeshtë, pa premtime, nuk premtojmë asnjë gjë. Jemi për familjen shqiptare dhe për shërbimet që kjo familje ka nevojë për zhvillimin ekonomik të vet. Pra, jemi lodhur me ato mitingjet e mëdha, me ato pompozitetet, apo me ato kërcimet në mes të sheshit, apo me këngët dhe lavdet që i kemi thurur dikur diktatorit ton, e sa duket na kanë ngel kështu Përsërisim her pas here. ndoshta do ta kemi pjesë të ADN-s, se nuk mund ta shpjegoj ndryshe. Pra, ne duhet të jemi atje ku është problemi, atje ku është familja, atje ku është populli.
Dhe nëse nuk mund t'ja zgjidhim dot hallin, neve do t'ja dëgjojmë hallin. Pra, ne jemi aty me thjeshtësinë tonë, me edukatën tonë, me kulturën tonë dhe me bindjen që me punë, me këmbgulje mund t'ja dalim. Mund t'ja dalim, të bashkohemi, të krijojmë një grup në këtë komunitet dhe të tregojmë që nëpërmjet votës ne jemi shumë të fuqishëm. Si ju presin njerëzit? Dakor, ju nuk u premtoni gjë, dhe ndoshta mirë bëni, por si ju presin? Pra, a ju dëgjojnë ose i dëgjoni ju? Çfarë ndodh? Si është komunikimi me ta? Me një gëzim të madh. Ka plot rastet që harroj të kërkoj votën e fundit. Flas me njerëz, dëgjoj problemet që kanë dhe eki në fund përshëndes, shkëmbejmë numrat dhe unë harroj të kërkoj që jam kandidat dhe unë në 11 maj për deputet. Me një gëzim të madh. Na presin njerëz. Pse shikojnë rinia, njerëz duan rini, nuk duan pensionistët, 70, 75, 80 vjeç deputet, kandidat. Që janë akoma, kanë qenë në sistemat komunist të vazhdojnë akoma në këtë sistem. Një moshatar që është në një fshat të abandonuar, ça do të takoj të shikoj një frymëzim të ri, një diçka të ndryshe. E qartë. Ai është me thonë për shembull, është kandidat për shembull 70 vjeç, 75 vjeç. Çfarë mund të më bëj? Ai është për vete. Kush je për vete, do bësh për mua. Patjetër. Është e vërtet në fakt që njerëzit na kanë pritur krah hapur, shumica e tyre na kanë futur në shtëpitë e tyre. Sigurisht po. Me fal, kemi edhe një problem tjetër, dhe më çfarë them për shembull. Kemi njerëz për shembull që janë në një klimë të presionuar. Për shembull, kam vajza thot tjetrin në punë. Në punë Po do shteti. në punë shteti, po. Po do më shikojnë që je ti këtu ose do bëjmë një fotografi ose kam problem. Dhe unë them në rregull pa merak, në 11 maj do shkosh ti atje pa është një problem për ne. E qartë. Dhe do jetë një problem ditën e zgjedhjeve. Se në jug të Shqipërisë, se nuk është vetëm Saranda jugu i Shqipërisë. Fshatrat e Konisportit, Shkonë fshatrat e Finiqit, fshatrat e Fshimare. Delvinës, moshuar, nuk din ku të votojnë. Del një përfaqësues për shembull, i X partisë dhe ri para derës, mbase ti do të votosh për mua. Po del ai, ja e di unë, këtu është Dimitri, po. Është një problem që ne do ta kemi dhe nuk di akoma si do përballem me këtë problem për ne. Po njerëz na duan me një gëzim të unë përdor edhe këto rrjete sociale shumë tani, dhe vedo një video me njerëz. Prandaj jam shumë optimist. Jam shumë optimist dhe jam i bindur dhe do thyehet rekord, rezultati do jetë i pa imagjin. Në fakt, ndjes si s'po ta jap fjalën në këtë moment, vetëm se për të vazhduar diçka që tha Dimitri. Se për të shpjeguar një lloj gjëje që duket paradoksale. Pra, ne nga njëra anë shohim që njerëzit na mirëpresin, na hapin derën, entuziazmohen nga ne, duan të na flasin, duan të na dëgjojnë. Patjetër, të gjitha këto edhe unë e kam provuar në fushatën time, siç keni ju përvojat tuaja në Sarandë, në Delvinë, pranë qarkun e Vlorës përgjithësi. Edhe unë e kam parë këtë, por nga ana tjetër shohim sondazhet që na çojnë në nivele që themi ne, se 2.5% jemi ne? Aq përqind e popullit besonte alternativa jon? Aq njerëz bindim ne? Dhe kam përshtypjen që ajo që the Dimitër na e sqaron Është e pak vërtetë. çështjen. Po, Ka është e njerëz vërtetë. që kanë frikë të bëjnë një foto me ty, kanë frikë në kuptimin nuk duan të ekspozohen të bëjnë foto me ty, sepse kanë diçka për të humbur, një punë në shtet apo diçka që shteti e ka mundësinë për t'ua marrë, për t'ua tërhequr, për të mos ua dhënë fund fundit. Këta njerëz si mund të shprehen qartazi, si mund të thonë sinqerisht se kë mbështesin në sondazhe. Si mund të thonë ata që na mbështesin neve. Pra, imagjinoni pak, 2.5% megjithatë nuk kanë as frikë ta thonë. Por sa më shumë mund të jenë këta, sa përqind më shumë mund të jenë që na mbështesin ne, mbështesin Na hesht. alternativën e partisë tonë. Prandaj ne kemi atë projeksionin tonë që e themi sepse është realist për grup parlamentar, paktën 7 deputet në gjithë vendin. Dhe e themi sepse e njohim terrenin, e shohim pikërisht siç e keni parë dhe prekur ju, duke komunikuar me njerëzit aty ku janë. Kanë dhe ata të drejtën të përfaqësohen.
Pikërisht. Dhe kjo pakicë ka të gjithë të drejtën legjitime të përfaqësohet në parlament. Dhe jemi lodhur tashmë me etiketimet e njerëzve, ky është i PS-s, ky është i PD-s. Ne jemi njerëz në fund të ditës. Ne jetojmë në qytete të vogla, shifemi gjatë gjithë kohës. Jemi gjak me njëri tjetrin. Nuk mund t'i etiketojmë më njerëzit, je i filan partie apo je i filan partie. Ata janë njerëz të lirë. Ne luftuam për këtë demokraci. Por po shohim që po ecim në hapat e një komunizmi, të një regjimi totalitar, një regjimi të frikshëm, që kemi frikë të shprehim bindjet tona, opinionin ton. Jo, nuk është politik kjo. Kjo është autokraci. Nuk është politik. Me kujtohet, sepse unë jam rritur në Athinë, po çdo behari ose për Pashkë vinim në fshatin tonë, vinim në Shqipëri. Vitet e para, 97, 98, 2000, ë edhe në Greqi që ishim, Shqipëria kishte një nam të keq si shtet i paligjshëm. Dhe për këtë gjë e përgëzoj zoti kryeministër Edi Rama, e hoqi, si dhe vinë turistat. Besoj që vinin, kishim ne turista vitet 2000 këtu në Shqipëri, në Shiko, 87, jo se dhe këta 2005. që vinë Një tani minutë ta është një mbaroj. temë shumë Këtë gjë delikate e ka pjesa e hequr atë turizmit. namin e keq që kishte Shqipëri si shtet i paligjshëm. Dhe duhet edhe këtë gjë ta luftoj. Se kultivohet një klimë e presionuar dhe nuk ma merr mendje që vjen urdhri nga kryeministri. Po e di nga vjen urdhri? Nga ca persona që janë angazhuar në parti, janë regjistruar në institucionet, marrin rrogë pa punuar dhe janë aktiv 1 muaj para zgjedhjeve. Dhe detyrojnë njerëz, po do dalësh hapur ose po nuk do votosh, do të heqim nga puna, nuk do ta legalizojmë shtëpi. Atë Bravo. votën foto. Nuk mund të bëhet me zor martesë ose të bëhet një të votoj tjetër. Ai po thoni që Dhe janë çfarë më po të bëhet tani? zellshëm se ç'duhet. Dhe Pra si nuk është se vjen urdhri nga sipër. bravo, si kundërshtohet popull tani? Popull thot, më pse të më gjej mua bela tani? E mirë të bëhemi indiferent, nuk më interesojnë zgjedhjet. Kemi dhe rastet dhe nuk tregojnë interes fare. Jo, nuk votoj unë, s'kam votuar. Se të bëjë Unë kundërshtim kam të miqtë e mi votit. tani, miqtë e mi, dhe s'kan votuar kur këtu. Dhe unë them, tani që jam këtu, hajde votoni. Nuk kanë votuar kur, nuk janë regjistruar. Dhe këtë fenomen duhet ta luftojmë ne. Edhe ne, momentin që do marrim pushteti, se është e sigurt ne që do marrim pushteti, duhet të sillemi ndryshe, demokraci, me liri. Nuk na do sot, ne do bëjmë nesër me të mirë që ti të na vish bashkohesh me ne. Kjo është mesazhi. Dhe mesazhi që kaloj për zgjedhës, jo vetëmisht deri në 10 maj, dëgjoni edhe për bufet e kenetes, edhe për dollare, edhe për diplomaci, edhe për narkoshteti, por në 11 maj vendosni dorë në zemër edhe mendoni që ne do jemi ata që do përgatisim të ardhme që na takon. Asnjë njeri tjetër. As australezët, as amerikanët, as gjermanët, ne vetëm. Siç do shtrojmë, do flem ju. Gjithashtu kam edhe një mesazh tjetër, sepse nuk dua të interesojmë dhe ta mësoj se për kurioziteti. Ka listat e mbjellura në shtete të tjera, siç ka këtu. Emëroj deputet. Duhet, nuk e di, po je kemi informacion të saktë më thuaj se unë dua ta mësoj, nuk kam pjetur. Për shembull, në Francë ka listat e mbjellura. Ja, unë nuk di të jenë. Bravo. Tu si mund të ketë listat e mbjellura? Dhe një mesazh për ata që i vazhdojnë të jenë në pushtet. Ta din gjë, sot mbase ata ecin me këpucë luksoze. Nesër mund të ecin me këpucë të ngrisura. Sot mbase ata han në restorant luksos. Nesër mund të han bukë të thatë. Këtë gjë kam si mesazh. Asnjë gjë tjetër. Ky është një mesazh që në fakt ky i fundit paktën prek një nga ato vlerat që ju përmendët që ne jemi parti e vlerave, një nga ato vlerat që është solidariteti. Po. Pra sot mund të jesh mirë, po nesër mund të jesh keq. Bravo. Ne duhet në një farë mënyrë të mendojmë për atë që është keq sot. Sepse nesër mund të jemi ne në ato pozita. E në këtë kuptim, nuk është çështja vetëm të jemi solidar me njëri tjetrin në sensin privat të fjalës. Se ne mund të jemi me komshinjt, me
ku diun me familjarët tanë me radhë, me njerëz të fisit, me njerëz të njohur e kështu. Por e rëndësishme është që të zhvillojmë politika solidariteti, pra që shteti të marrë përsipër që të ndihmojë ato njerëzit që janë sot në nevojë. Pra kjo është ajo gjë që po themi. Për shembull pensionistët janë sot në nevojë. Njerëzit që kanë nevojë për ndihmë ekonomike sepse ashtu ka shkuar jeta, janë sot në nevojë. Të rinjt janë sot në nevojë. Pse janë të rinjt në nevojë? Janë të rinjt në nevojë sepse marrin shkollën, mirëpo nuk dinë ku të përplasen. Nuk i merr njeri sepse thon pran punë sepse thon s'ke përvojë pune. E që këtu fillon paradoksi, domethënë Si do marrësh si do marrë përvojë ky njeri? 35 vjet pa përvojë, 40 kur do përvojë? Do dalë në pension? Pikërisht. Kështu që për të gjitha këto ose gratë do duhet kishte politika më mbështetëse për to, sepse mund të shikohen si shtresa që kanë edhe ato një lloj nevoje për solidaritet, për t'i ndihmuar atëherë kur mund të ndihmohen, për t'u përmirësuar gjendjen. Pra në të gjitha këto kuptime, ne jemi kjo parti e cila solidaritetin e ka real dhe synon ta vendos jo thjesht në programin e vet që shkruan, por në politikat e ardhshme që do ndjek. Griselda, nuk e di çfarë mesazhi doni që t'ju përcjellni juve votuesve, zgjedhësve, gjithë elektoratit në qarkun e Vlorës. E kuptoj. Atëherë, unë nuk jam përpara jush si një kandidate. Unë jam përpara jush si njëri prej jush. Duke u përballur me vështirësitë, kam kuptuar që duhet të jemi njerëzor. Duhet të jemi sa më afër njëri tjetrit, sepse është pikërisht ajo që sot halli tim, po nesër mund të jetë halli tënd. Duhet të mësojmë të shikojmë përtej interesave personale, duhet të mësojmë të shikojmë përtej rrogës. Ne si shoqëri duhet të bëjmë pjesë të edukatës tonë këto gjëra. Mesazh që unë dua t'i them të gjithë elektoratit, në 11 maj ne duhet të bëhemi bashk. Duhet të bëhemi bashk dhe të tregojmë që vota është aseti më i vyer i popullit. Unë jam njëri prej jush dhe më lejoni që të bëhem zëri juaj, mbështetja juaj. Unë jam e etur për punë dhe premtoj, domethënë i vetmi premtim që unë mund të bëj është që do të jem zëri i tyre për t'u përfaqësuar dhe në të gjitha politikat. Si mund të ketë, më fal, do të vazhdoj edhe un pak tani se ka zero. Si mund të kuresh një konispolat pa drita, do jetë një deputet që banon në Tiranë pa drita? Jo, po un jam pa drita. Kuresh një finiqot pa rrugë, do jetë një deputet që vjen nga Tirana të përfaqësoj jugun pa rrugë. Kuresh një Sarandiot pa ujë, ngelem dhe un pa ujë. Kuresh një Himariot pa certifikat, pa dokument, jam dhe un. Kjo është një fenomen paradoks që kemi poshtë deputet që vinë nga Tirana ose nga diaspora të përfaqësojnë ju. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj, nuk gjej fjalët si ta përshkruaj, nuk e kuptoj. Po mund zoti Klementin më ndihmo dhe ti këtu. Unë s'e kuptoj. Jo, s'të ndihmoj dot. Nuk më ndihmo dhe ti. S'të ndihmoj dot as unë. Por un po ju them këtë që ky është një mesazh i fuqishëm, i cili uroj të përcillet sa më shumë dhe në mënyrën më të përshtatshme tek zgjedhësit tuaj. Dhe ata të kuptojnë se çfarë është oferta jonë dhe çfarë është oferta e partive të tjera. Dhe pastaj të bëjnë atë zgjedhjen që duhet ta bëjnë edhe me zemër, edhe me mend. Unë ju uroj suksese në fushatën tuaj. Ishte kënaqësi që ishit këtu Eriselda. Kënaqësia ishte tjetër, jona. besoj se do ritakohemi sigurisht mbas këtyre Atëherë zgjedhjeve. do takojmë. Atëherë, të nderuar miq, këtu përfundon dhe episodi i sotëm i Në mes jush. Do ritakohemi herës tjetër. Mirupafshim.